Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Reforma zgjedhore dhe reforma territoriale bashkon në Shqipëri votat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Në seancën e Kuvendit, deputetët vendosën me shumicë votash ngritjen e 2 komisioneve. Ato do të kenë numër të barabartë antarësh dhe do të bashkëdrejtohen nga 2 kryetarë. Deputetët votuan me 113 vota pro, 3 kundër dhe asnjë abstenim për zgjedhore, ndërsa për territorialen votuan 115 pro, 3 kundër dhe 0 abstenim. Kundër ishin Agron Shiaj, Rail Kabri si dhe Redi Muçi. Partia Socialiste në Shqipëri është hapur dhe për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Zëvendës kryetari i Komisionit Posaçëm për çështje ligjore dhe administratën publike, Damian Gjiknuri, pas ngritjes së Komisionit Posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore, pranoi se çdo gjë është në tavolinë. Çdo gjë është në tavolinë. Ne edhe herën e fundit e ndryshuam sistemin zgjedhor bazuar në kryesisht në kërkesat e Partisë Demokratike, sepse dhe ndryshimi i formulimit apo i përbërjes së listës zgjedhore me një pjesë të mbyllur dhe një pjesë të hapur është pjesë e sistemit zgjedhor. Sipas Gjiknurit, rishikimi i sistemit zgjedhor do të duhet të përkojë edhe me rishikimin e hartës territoriale të vendit. Ne jemi të hapur për të gjykuar çfarë do të jetë varianti më i mirë dhe kjo mbase lidhet një çik dhe me reformën territoriale, nëse do të ketë Shqipëria një ndarje tjetër politike administrative, kjo gjë mbetet për të parë dhe natyrshëm sistemi zgjedhor do të reflektojë atë ndarje. Gjiknuri komenton se nëse ka konsensus, reforma zgjedhore mund të arrihet dhe më shpejt se afati 9 mujor i punës komisionit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sqaroi votën pro të demokratëve për reformën zgjedhore dhe për reformën administrativo-territoriale. Nga salla e Kuvendit, ai vlerësoi raportin OSBE Odirit për zgjedhjet. OSBE Odir ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe në raportin e fundit damkosin në mënyrë përfundimtare si një farsë e shëmtuar zgjedhore zgjedhjet e 11 majit. Në këtë kontekst, ne ndjehemi detyruar ndaj tyre që rekomandimet e drejta ti kthejmë në ligj, ndonse deklarojmë se në mënyrë absolute me Edi Ramën shqiptarët nuk do votojnë kurrë si qytetarë të lirë. Krahasaj Berisha nënvizon se reforma territoriale ishte një antireformë në të cilën u vendosën standardet e pavarësisë maksimale. Mjafton të rikujtoj këtu se qarku i Gjirokastës me 120.000 banor ka 7 njësi, qarku i Tiranës me mbi 1 milion banor ka 4 njësi. Sigurisht që ne do bëjmë gjithçka që këto padrejtësi maksimale të largohen, të anullohen. Dhe kjo mendimin e Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Europës. Sipas Berishës, është vendimi i qytetarëve që ai t'u rikthejë votën shqiptarëve. Aktualitet. Deputetët socialistë rrëzuar në Komisionin e Ligjeve në Kuvendin e Shqipërisë propozimet për ndryshimin e ligjin për gjendje civile mbi caktimin e gjinisë. Propozimi erdhi nga deputeti demokrat Bars Pahia. Si një prej nismëtarëve, ai vlerësoi se ndryshimet që përcaktojnë qartë vetëm gjinit, mashkull dhe femër, janë me rëndësi themelore për identitetin tonë kombëtar dhe juridik. Sipas Pahis, kushtetuta sanksionon disa parime që e mbështesin drejt për drejt të projektligj duke përcaktuar familjen si bazë e shoqërisë dhe duke përcaktuar qartë binaritetin gjinor si themel institucionit familjes. Projektligji parashikon të shtojë një nen të ri, nenin 38 fraksion 2 në ligjin për gjendjen civile, i cili përcakton qartë dhe pa ekuivok se në Republikën e Shqipërisë ekzistojnë vetëm 2 gjini njerëzore, mashkull dhe femër, të përcaktuara biologjikisht që në lindje dhe të pandryshueshme ligjërisht. Pahia theksoi se nisma si Prindi 1 dhe Prindi 2 apo surrogacia dhe projektligji barazisë gjinore kanë krijuar debat të gjerë në publik. Ky detyrim kushtetues kërkon që ligjet tona të mbrojnë fëmijët nga çdo formë eksperimentimi apo ndikimi që cënon identitetin biologjik të lindur. Neni 18 i kushtetutës ndalon çdo formë diskriminimi, por njëkohësisht nuk kërkon që shteti t'i mohojë realitetin biologjik. Barazia para ligjit nuk mund të shërbejë si instrument për tjetërsimin e fakteve natyrore apo për zhdukjen e dallimeve biologjike. Ndërsa relatori këtij projektligji, deputeti Partisë Socialiste, Olsi Komiçi, theksoi se termi gjini përcaktohet qartësisht në ligjin për gjendje civile dhe se nuk është me vend të bëhet kjo ndërhyrje sforcuar pasi ligji nuk la hapësirë apo shtigje dhe nuk krijon hamendësime që të lihet shtek për ndryshimin e gjinisë. Gjendja civile është rësia të dhënave personale të shtetasve shqiptar
shtetasve tuaj dhe edhe kështu vazhdon. Pra në këtë kontekst, unë ligjin për gjendjen civile më shumë të shikoj në formën e një databaze që ka lidhje me generalitetet e njeriut, pra të personit që në momentin e lindjes dhe deri ai kur ndorron jetë, termi gjini përcaktohet saktësisht, qoftë në nenin 6 të ligjit, ku përbërësit dhe veçoritë e gjendjes civile pra të shtetasve. Pas rrëzimit, kryetari i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, njoftoi kalimin e ligjit për votim në seancë plenare. Ky projekt ligj i kalon seancës plenare. Ne e rrëzojmë në parim, pastaj ka dhe një filtër atje që seanca plenare do të vendos nëse kemi vendosur sakt ne si komision përgjegjës apo jo. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit Arben Sheu gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë mes të tjerave ka identifikuar problematikat e asura në sektorin e shëndetësisë. Para deputetëve Sheu vlerësoi se në fushën e koncesioneve në shëndetësi janë kryer pagesa ndonse nuk është përmbushur niveli i shërbimit të kontraktuar. Në fushën e shëndetësisë janë konstatuar problematika në menaxhimin e pajisjeve mjekësore, veçanërisht për shkak të mungesës së inxhinierëve biomjekësorë në spitale si Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Spitali i Traumës, duke sjellë varësi nga shërbimet e jashtme, posto të larta dhe menaxhim të pasigurt të burimeve. Krahas asaj, Sheu vlerëson se shpërndarja e pajisjeve në qendrat spitalore nuk përputhet me nevojat reale të popullsisë, si dhe problem është trajtimi i pacientëve me probleme të shëndetit mendor. Po ashtu, shpërndarja e pajisjeve nuk përputhet me nevojat reale të popullsisë. Për kujdesja për pacientët me probleme të shëndetit mendor mbetet e pamjaftueshme, ku në këtë rast u evidentua mungesa e një qasje gjithëpërfshirëse për trajtimin e tyre, ndërkohë që spitalet psikiatrike përballen me mungesa serioze në kapacitetet e akomodimit dhe të shërbimeve. Ishte kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit Arben Sheu. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe kërkoi nga Kontrolli i Lartë i Shtetit të ushtrojë auditime të hollësishme në kompanitë që shfrytëzojnë burimet natyrore të vendit. Gjatë raportimit të kreut të KLSH-s Arben Sheu në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, Braçe theksoi se është i nevojshëm edhe një fokus i thelluar në kontratat koncesionare, si në ato në sektorin e burimeve natyrore, ashtu edhe në shëndetësi. Drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike Iglitafa edhe poshtë komentet në media mbi përgjigjem të deputetëve përmes vendosjes së pajisjeve Deep Packet Inspection pranë institucioneve publike dhe kuvendit të Shqipërisë. Në një deklaratë për media Tafa sqaroi se pajisjet DPI nuk përdoren për të realizuar përgjigjem apo profilizim të qytetarëve, por përdoren për garantimin e një mjedisi digjital më të sigurt për fëmijët. Ai shpjegoi se çdo përdorues në internet del me një IP publike që i përket entitetit dhe jo individit, duke përjashtuar mundësinë e identifikimit personal. Po ashtu theksoi se komunikimet elektronike janë të enkriptuara përmes çelësave dhe algoritmave simetrik dhe asimetrik, gjë që i bën teknikisht të paritshëm ndërhyrjet apo leximin e përmbajtjes së tyre. Prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë, Olsian Çela, nga kuvendi apeloi nevojën për rishikim të punës së prokurorive pas reformës në drejtësi. Ai tha se një shqetësim të tillë ka ngritur prej vitesh dhe se një ndër çështjet që duhet adresuar urgjent është situata në godina sidomos në Tiranë. Sa i përket sigurisë së magjistrave, Çela tha se është e nevojshme që të ketë një rikonceptim total të masave. Në lidhje me draftin e ri penal, sipas kryeprokurorit, mungon humanizmi dhe se ashpërsimi i dënimeve nuk mund të zgjidhë çdo problematikë të shoqërisë. Kodi që ne kemi është mjaftueshëm i ashpër dhe madje edhe në disa nga propozimet që ka pasur pasere kur ne na është dashur të japim opinionin tonë në lidhje me dispozitat, jemi shprehur për mungesën e nevojës domosdoshmërisë për ashpërsinë e mëtejshëm të dënimeve, të cilat janë mjaftueshëm dënimet e ashpra në nivel europian. Pra nuk shikoj nevojën pse është e nevojshme vazhdimisht ne të kemi qasje vetëm sa i përket ashpërsimit të dënimeve, të sanksioneve. Kryeprokurori Olsian Çela gjatë raportimit në Kuvendin e Shqipërisë ka pranuar gabimin që është bërë me arrestimin e avokatit në Elbasan në sallën e gjyqit. Ai theksoi se kjo është një masë ekstreme ndaj avokatit dhe sipas tij nuk duhet të ndodhte. Sipas Olsian Çelës, shkak për ngjarjen është bërë dhe mungesa e përvojës së prokurorëve të rinj. Kemi sot probleme në mënyrën se si le themi realizohet funksionet e tyre nga një pjesë e prokurorëve, sidomos e prokurorëve të rinj, për një sër arsyesh, ndoshta rastin fjalë le themi mund të jetë një reflektim i atij shqetësimi të parashtruar, kuptohet që është tërësisht e papranueshme që ne të kalojmë nga salla e gjyqit në ndërmarrjen e masave ekstreme, siç është edhe ndalimi apo arrestimi.
Vakancat në sistemin e drejtësisë dhe dosjet e mbartura ndër vite janë shqetësimet kryesore të paraqitura dhe nga kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor në Shqipëri. Gjatë raportimit në Kuvend, Ilir Rusi deklaroi se nëpërmjet finalizimit dhe miratimit të strategjisë kombëtare për uljen e çështjeve të prapambetura 2024-2027, në kuadër të kësaj strategjie janë miratuar një seri aktesh ligjore, si dhe janë ndërmarrë masa konkrete për përmirësimin e efikasitetit të shërbimeve gjyqësore. Me qëllim plotësimin e trurit gjyqësor në gjykata, Këshilli ka caktuar 66 gjyqtar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata ndryshme nga ato ku është funksionin e tyre. Ka caktuar 2 gjyqtar në skemë delegimi në gjykata administrative të apelit, gjithashtu ka transferuar në mënyrë të përkohshme 21 gjyqtar, se ka transferuar në mënyrë të përhershme 6 gjyqtar. Ndërsa për gjatë vitit 2025 kemi caktuar 25 gjyqtar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata ndryshme nga ku është funksionin në mënyrë të përhershme, transferuar përmes lëvizje paralele 28 gjyqtar në mënyrë të përkohshme 16 gjyqtar. Sipas tij, janë trajtuar 7 procedime disiplinore për gjyqtarët gjatë vitit 2024 dhe 5 çështje të mbartura nga viti më parshëm. Sa i përket hartës së re gjyqësore, Rusi tha se ka kaluar një vit nga zbatimi i saj dhe janë vënë re disa përmirësime të ndjeshme. Inspektori i lartë i drejtësisë në Shqipëri, Artur Metani, gjatë raportimit para Kuvendit të Shqipërisë për veprimtarinë e institucionit që drejton gjatë vitit 2024, vlerësoi se efektiviteti dhe cilësia e sistemit të drejtësisë nuk janë në nivelin që i përgjigjen pritshmërive të qytetarëve shqiptar. Një aspekt që kërkon vëmendje të veçantë është infrastruktura e pushtetit gjyqësor. Mungesa e ambienteve të përshtatshme dhe aplikimi i teknologjisë së informacionit përfshirë sistemit e regjistrimit audio të seancave ndikojnë drejt për drejt në cilësinë dhe solemnitetin e gjykimit apo zhvillimit të procesit të hetimit penal. Në disa raste këto kushte kanë ndikuar edhe në sjelljen etiko-profesionale të magjistratëve, duke ekspozuar sistemin e drejtësisë ndaj perceptimeve negative nga publiku. Në këtë vit, inspektori i lartë kishte 2854 ankesa për trajtim. Nga këto, ka trajtuar 1374 ankesa. 54 prej tyre kanë përfunduar me hetim disiplinor. Gjatë vitit 2024 ka një dyfishim të kërkesave për procedim disiplinor. Konkretisht, janë 11 magjistratë të proceduar, 6 gjyqtar dhe 5 prokuror, me masa që variojnë nga shkarkimi nga detyra deri tek vërejtje konfidenciale. Sipas Metanit, ngarkesa e jashtëzakonshme e punës dhe numri i lartë i çështjeve gjyqësore mbetet një ndër sfidat më serioze që cënon cilësinë dhe kozgjatën e proceseve gjyqësore si dhe të drejtat të shtetasve shqiptar në kuadër të procesit të rregull ligjor. Një faktor që ndikon në normën e pamjaftueshme të evaluatimit të çështjeve gjyqësore, siç e kemi evidentuar edhe në raportet tona të inspektimit tematik, është mosplotësimi i vakancave në gjykatat e shkallës së parë dhe veçantë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe gjykatën administrative të apelit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku është një tjetër person në hetim nga SPAK, pasi interesimit të deputetes Partisë Demokratike Jurita Tabaku ndaj kreut të prokurorisë speciale. Altin Dumani tha se për çështjen në hetim nuk ka asnjë koment. Deputetja Tabaku pretendon se nga nivelet të larta të ekzekutivit apo eksponent të krimit të organizuar është ushtruar presion ndaj prokurorit posaçëm Dritan Prençi lidhur me një çështje që përfshin zëvendës kryeministren Balluku. Lidhur me çështjen e hetim nuk kam për të dhënë asnjë koment. Jam në komunikim përhershëm me prokurorin, të deri në këtë çast nuk më ka paraqitur ndonjë shqetësim lidhur me kërcënimet të mundshme ndaj tij për shkak të funksionit të tij. Zoti Prençi ka gjithë mbështetjen dhe solidaritetin tim në hetimin e çdo çështje që ai ka në ndjekje. Krahas asaj, Dumani deklaroi se dhe deklaratat në distancë të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmeta, i cili pretendon se po zbulon afera të ndryshme, vlerësohen rast pas rasti, ndërsa nuk mungoi thirrja që ai të marrë statusin e të penduarit të drejtësisë për zbërthimin e aferave që ai pretendon. Për ne, sot ai është një person në kërkim ndërkombëtar për veprën penale të korrupsionit pasiv, pastimit produkteve të veprës penale dhe vepra të tjera penale e lidhur me inceneratorët. Patjetër, në çdo moment që një subjekt vepre penale dëshiron të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, do të bashkëpunojë me prokurorinë e posaçme, është më së i mirëpritur. Një ditë pasi nuk ju përgjigj thirrjes së SPAK për të dëshmuar mbi çështjen në hetim, zëvendës kryeministre e Shqipërisë Belinda Balluku rikthehet në Tiranë për të prezantuar ish-ministrin e qeverisë Kurti, Libur Naliu, si drejtori i ri i portit të Durrësit. Libur Naliu, arkitekt në profesion, por me një karrierë të gjatë në politik, me 2 mandate deputeti në Parlamentin e Kosovës, me një karrierë të gjatë në ekzekutiv, 4 vite ministër, pra i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, dhe padyshim një koleg i mirë, i cili Kosovën dhe Shqipërinë i ka parë gjithmonë
si një treg i përbashkët i zhvillimit ekonomik dhe infrastrukturar. Ajo vlerësoi funksionin dhe rolin e tij gjatë qeverisjes në Prishtinë. Për atë që unë e njoh është më inspikaturi ndër të gjithë kolegët e tjerë kosovar që na janë bashkuar në rrugtimin ton të kësaj dekade për ndërtimin e Shqipërisë. Porti i Durrësit është porti i shqiptarëve dhe nuk është porti i Shqipërisë. Është porti që do t'i shërbejë shqiptarëve në të gjitha trevat e Ballkanit perëndimor, është porta e hyrëse në Ballkanin perëndimor. Prokuroria e posaçme ka regjistruar emrin e zëvendës kryeministres Belinda Balloku si person në hetim për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Ftesa për paraqitje mban firmën e prokurorit posaçëm Dritan Prençi, i cili ka kërkuar që zëvendës kryeministrja të jetë asistuar nga një avokat, një praktikë që nënkupton se ndaj saj mund të komunikohet zyrtarisht një akuzë penale. Pas refuzimit për t'u paraqitur ditën e hënë, mësohet se prokuroria e posaçme ka lëshuar një flethirje të dytë ku i kërkohet zëvendës kryeministres që të shkojë përpara hetuesve ditën e premte. Belinda Balloku mban detyrën e zëvendës kryeministres që prej korikut 2022 si dhe atë të ministres së infrastrukturës dhe energjisë që nga janari 2019. Liburna Liu, pasi mori zyrtarisht detyrën si drejtori i ri i autoritetit portual të Durrësit, vlerësoi se modernizimi dhe zgjerimi i kapaciteteve të tij janë thelbësor për zhvillimin ekonomik dhe rajonal. Gjatë prezantimit Aliu cilësoi portin e Durrësit si një nyje strategjike, jo vetëm për Shqipërinë, por dhe për Kosovën dhe për të gjithë rajonin. Ai theksoi se një pjesë e mallrave që hyjnë në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut kalojnë përmes këtij porti dhe në këto kushte zgjerimi është i domosdoshëm. Kosova ka nevojë të ketë lidhje të forta me portin e Durrësit në mënyrë që përmes saj të shpërndahen mallrat të gjithë rajonit. Kjo i krijon asaj mundësi të mira të zhvillimit ekonomik. E po ashtu, kjo mundësi e përhapjes së mallrave përmes edhe Prishtinës edhe Shkupit do bënte që porti i Durrësit të duhet të zgjerojë kapacitetet, që kjo sasi e mallrave që tani janë të shumë fishohet sepse do arrijë shumë lehtë edhe Varrën edhe gjithë rajonin, dhe kjo do të ndihmonte pastaj që të dyja vendet ajo ndërvarësi t'i bëj më të zhvilluar ekonomikisht dhe t'i bëj çka është më kryesore dhe më të sigurta. Sipas Liburna Liut, Kosova ka nevojë të ketë lidhje të forta me portin e Durrësit dhe kjo i krijon asaj mundësi të mira për zhvillim ekonomik. Porti i NATO-s, që do të jetë krahas portit të mallrave në Porto Romano, do të ndihmojë për gjithë rajonin që të ketë siguri. Sot, kur gjithnjë më tepër po flitet për sigurinë, është detyrë dhe sfidë për ne që portin e NATO-s krahas portit të mallrave ta zhvillojmë, të ndërtohet ashtu si duhet dhe të jetë në lidhje komunikimi, qoftë kurrëdore, qoftë automobilistike me gjithë rajonin. Deklaroi ish ministri i Kosovës Liburna Liu. Zëvendës kryeministra dhe njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balloku prezantoi Kreshnik Bayraktarin si drejtorin e ri të shërbimeve të transportit rrugor në Shqipëri. Pasi listoi ndryshimet e sistemit të transportit ndër vite, Balloku theksoi se synim mbetet ofrimi i shërbimeve transparente dhe të shpejta në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa kuadri ligjor dhe kodi rrugor po përshtaten me rregullat e BE-s. Sot kërkohet gjithmonë e më shumë që shërbimet të kenë cilësi akoma më të mirë, që kuadrion ligjor, kodi rrugor ka pësuar disa herë ndryshime, të cilat kanë për synim përafrimin me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian. Shqipëria synon që me përfundimin e autostradave që po ndërtohet të jetë pjesë e korridoreve europiane, ndërsa ish deputeti i Partisë Socialiste Tien Xhafaj është emëruar në detyrën e administratorit të shoqërisë Posta Shqiptare. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dërguar pas hekurave 6 të pandehur për ndikim të palishëm dhe shpërdorim detyre. Konkretisht SPAK dërgoi për gjykim Musa Gjikolin, Klodian Muçën, Sokol Mashën, Erion Danin, Emiliano Roçin dhe Vilson Roçin. Të pandehurit akuzohen për konsumimin e elementeve të veprës penale, ushtrimin ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, si dhe për të pandehurin Erion Dani shpërdorimin e detyrës. Sipas SPAK, gjatë vitit 2020 të pandehurit janë përfshirë në 3 episodet veçanta ku kanë kërkuar dhe përfituar shuma monetare që varionin nga 4.000 deri në 7.500 euro me pretendimin se kishin aftësinë për të ushtruar ndikim të palishëm ndaj funksionarëve të drejtësisë me qëllim ndikimin në masa sigurimi personal dhe favorizim në dhënie dënimi ndaj disa të arrestuarve. Krahas ai është provuar se i pandehuri Erion Dani, kur ishte në detyrën e zëvendës shefit të komisariatit dhe shef për krimet në komisariatin nr. 3 në Tiranë, ka shpërndar tek persona të tretë dhëna të siguruara nga sistemi TIMS.
ekzekutohen 9 prej 10 urdhër arresteve në kuadër të një operacioni për tjetërsimin e pronave dhe ndërtimeve pa leje në Lezhë. Të përfshirë rezultojnë ish zyrtar të kadastrës së Lezhës, Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit si dhe një punonjës policie. Sipas informacioneve bëhet fjalë për ndërtimin e disa shtëpive në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin, ku dyshohet se janë tjetërsuar prona ndërtuar pa leje dhe më pas legalizuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për media sulmoi drejtuesin e strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Altin Dumanin. Një ditë pas raportimit në kuvent, Berisha tha se Dumani u shndrua në amnestues të krimit të njohur ndërkombëtarisht elektoral. Sipas Berishës, për Dumanin, parimet janë vetëm statuti i Partisë Socialiste dhe lufta e egër ndaj opozitës dhe pluralizmit. Berisha tha se në fjalën e tij në kuvent nuk u mor me qëndrimet e tij antikushtetuese, antiligjore, hakmarrëse dhe primitive ndaj tij, por me shkelmimin që ai u bën interesave të qytetarëve. Një burim nga prokuroria më ka thënë sonte në lidhje me një çështje në proces. Altin Dumani ka bërë një ujdi për 5 milion euro në lidhje me dosjen e shtetasit Kreshnik Faruku nga Manza, Durrës, mik e bashkëpunëtor me Artur Sheun dhe tani me Xhevdet Troplinin, Pojen, edhe Elvis Doçin, Visin e Pojes. Sipas Berishës, Dumani lexonte në kuvent gazeta, lexonte shkrimet e zëdhënësit të vet të porositura dhe të blera. Ja ku është pra. Njeriu afërmendshi që do bëj gjykatësi atë që them unë. Irena Gjoka bën atë që thot ai dhe gjykatës të tjerë, si ai urdhon, sepse ai i vën në kontroll mizor. Po atë kush e kontrollon? Asnjë. Ndaj dhe u ndala te ky rast se çfarë probleme të tmerrshme ka ky sistem sot. Ky është bërë avokat privat i familjes Edi Rams dhe Edi Rams. Avokat privat i aferave të Edi Rams. Pasi akuzoi qeverinë shqiptare për fabrikim të shifrave dhe statistikave, deputeti e Partisë Demokratike Jurida Tabaku deklaron se referohet Eurostat kur thotë se 55% e shqiptarëve nuk e mbyllin dot muajin me të ardhurat e tyre. Eurostati ishte fakt shumë i qartë dhe ngrinë një shqetësim real që lidhet me jetesën e përditshme e qytetarëve shqiptar. I kuptoi ministrat e qeverisë që nuk e besojnë dot që 5 në 10 shqiptar, 55% e shqiptarëve nuk e mbyllin dot muajin. Sipas deputetes opozitare, rënja e rimitancave për shkak të zhvlerësimit të euros me rreth 30% dhe inflacioni i lartë në ushqime, që po ashtu ka arritur në 30%, kanë përkeqësuar ndjeshëm mirëqenien e qytetarëve. Kjo vjen sigurisht si rezultati i shumë faktorëve, të ardhurave në rënje të disponueshme, të taksave të rritura, të faktit që 40% sot e buxhetit familjar shkon veç për ushqim, po nga ana tjetër rënjes të ardhurave nga emigrantët prej zhvlerësimit të euros me vlerën 30% dhe rritjes së çmimeve të shportës ushqimore me 30%. Në fakt, shqiptarët janë më të varfër. Shqipëria sot është më e varfër sepse është e vjedhur, deklaroi Tabaku, duke akuzuar qeverinë se ka humbur lidhjen me realitetin dhe po jeton në botën e propagandës. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.